Ndodhem në laboratorin e Universitetit Polis për të njohur me disa pajisje të interesante që lidhen gjithashtu edhe me eficiencën e energjisë dhe me energjinë e rinovueshme. Jam sot me Sara Koro, studente e vitit të 5 për arkitekturë. Sara, përshëndetje. Përshëndetje. Sara, së pari do të flisje pak për studimet e tua në këtë fushë dhe çfarë keni mësuar ju në lidhje me energjinë e rinovueshme dhe sa interesuar jeti si studente në këtë fushë? Atëherë, neve bazat e eficiencës energjetike në lidhje normalisht me arkitekturën e marrim fillimisht në vitin e tretë dhe pastaj me zhvillimin e workshopeve i shtojmë njohurit tona me Tirana Architecture dhe Design Week, ku kemi marrë edhe disa workshope që hynë në këtë fushë. Si studente normalisht është një fushë goxha interesante, sepse është hera e parë që ndeshemi me këto mjete, siç thash, dhe me këto mjete që neve na ndihmojnë në analizat që duhet bëjmë edhe si arkitekt. Në workshopet që bëni, çfarë mund të mësoni konkretisht edhe që nuk e keni parë ose hasur më herët? Gjëja kryesore është lidhja e praktikës me mjetet teknologjike që ofrojnë edhe software të ndryshme që neve duhet i përpunojmë me kalimin e kohës. Ndalemi tek pajisjet që kemi përpara. Çfarë është ky dhe për çfarë shërben? Atëherë, së pari, kjo funksionon për analizën e temperaturës, na duhen sensor të cilët vendosen jashtë godinës si dhe brenda godinës dhe testojnë dhe ndryshimin që ndodh me temperaturën. Dhe si mund të ruajmë energjinë në këtë lloj mënyre? Për çfarë na ndihmon konkretisht? Neve kjo na ndihmon për të bërë analizat tona edhe për të parë se si këto ndryshime duhet të reflektojnë edhe në arkitekturë. Pra nëse ndryshon temperatura e godinës, atëherë ju duhet bëni ndryshime në arkitekturë. Normalisht. Për ta kuptuar sa më. Dhe pajisje tjetër? Kjo është një kamera e cila shërben për analizën e rrjedhjeve të termikës, pra ku ndodhen ura termale, këtu ndodhet edhe gradienti i temperaturës dhe nëse neve këtë e lëvizim, njëkohësisht tregohet dhe ndryshimi i temperaturës në objekt. Pra, objektet të cilat kanë temperaturë më të ngrohtë ose pranë për shembull dritareve ku ndodhen zakonisht ura termale, neve duhet i marrim parasysh këto ndryshime të cilat janë sa më të vogla në temperaturë. Pra, nëse për momentin po tregon 20 gradë, 20.7, pra numri që është në qendër tregon temperaturën? Po. Dhe nëse një mur ka këtë lloj temperature, nëse është më lart ose nëse është më poshtë, çfarë kuptojmë ne me këtë? Dhe si mund ta përdorim për të patur një energji më eficiente? Neve duhet bëjmë parashikimet tona që kjo temperaturë të jetë sa më konstante dhe nëse për shembull nëpër vendet ku ndodhen më shumë ura termale, të bëhet mënyra më e duhur nëpërmjet termoizolimeve të duhura, dhe ndryshimet të jenë sa më të vogla dhe rrjedhja e temperaturës të jetë sa më e vogël. Pra në mënyrë që shtëpia jonë, po themi, ose objekti, godina, të mos ketë ndryshime të mëdha të temperaturës, por të ketë një temperaturë konstante dhe të mos kemi nevojë për shumë ngrohje në dimër dhe shumë ftohje në verë, e kuptoj qartë? Po, domethënë qëllimi kryesor është komforti termik, që të jetë një temperaturë sa më konstante, ndërkohë që neve jemi në një ambient të brendshëm, të jetë një temperaturë komforte për trupin e njerëzit. Ndërkaq do të kalojmë tani edhe tek mulliri i erës, i cili është gjithashtu një
opsion i ri ose një mjet i ri sa i përket këtij laboratori që ka ardhur së fundmi, por ende nuk është implementuar jashtë. Çfarë keni mësuar ju për këtë mundi? Së fillim kjo është në fazë prove. Domethënë, si funksionon një windmill, kjo si fillim duhet instaluar dhe pastaj të shikohet se si ndodhin, se si funksionon dhe në bazë të erës që normalisht fryn është mënyra se si funksionon një windmill. Dhe këto pastaj nëpërmjet shumë fishimit të kësaj teknologjie mund të prodhohet më shumë energji elektrike dhe gjëra të tilla, por siç tham, ky është një mjet që është akoma në fazë prove dhe eksperimentime. Sara, ju si student, duke u njohur me këtë lloj pajisjesh dhe duke mësuar më shumë për energjinë e rinovueshme, si ju bën të ndjeni, po themi edhe në krahasim me studentë të tjerë ose bashkëkoheshtarë që nuk janë në këtë lloj fushë, dhe gjithashtu të pyesja, çfarë bën ti në shtëpinë tënde ose mund të këshillosh prindërit të familjen tënde që të kursejnë më shumë energjinë? Atëherë si fillim është goxha interesante që si studentët kemi mundësinë që t'i prekim këtë lloj teknologjish që neve na mundsohen dhe t'i vendosim në praktikë që në kohën kur jemi student, për shkak se normalisht pastaj jemi më të përballur me këtë lloj problemesh. Dhe në jetën e përditshme, domethënë ideja është që normalisht projektimi të bëhet që në fillim në mënyrë të duhur, por jetën e përditshme janë gjëra që normalisht Heqim dritat, mos i mbajmë shumë ndezur, po, domethënë atëherë kur nuk duhen, të heqim prizat atëherë kur nuk është e nevojshme. Dakor, nëse do të blije një shtëpi sot, çfarë kriter do të shikoje sa i përket ruajtjes së energjisë? Normalisht të bëjmë analizat e nevojshme për këtë fushë të energjisë dhe normalisht pastaj të bëjmë edhe rregullimet tona në bazë të analizave të cilat neve i bëjmë, si samimet të vogla, kontrollime termohidroizolim, sepse edhe hidroizolimi është një element goxha i rëndësishëm. Këto. Pra janë të parë që do t'i shikoje, janë kusht. Normalisht. Termoizolimi dhe hidroizolimi. Komforti termik është gjëja kryesore për çdo person që duhet të rri në një ambient të brendshëm, sidomos në shtëpi, që është ambienti ku na harxojmë më shumë kohë. Faleminderit, Sara. Asgjë, faleminderit ju.